Sendet e gjetura në vendin e ngjarjes ku mbeten të plagosur 4 të rinj në Lundër mund të çojnë policinë e Tiranës drejt identifikimit të 2 autorëve që ishin me motor dhe që dhuan me armë zjarri. Pas analizave laboratorike janë përfituar ADN mikse dhe tashmë po bëhen krahasimet me databazën e ADN-ve që ka policia. Sendet që dyshohet se u përkasin autorëve janë gjetur në vendin ku ata pritën për herë të fundit mjetin tip G-klas me të cilin udhëtonin të rinjt. Lut kanë gjetur çanta, doreza dhe pinca. Këto të fundit dyshohet se janë përdorur për të prerë telin e rrethimit ku ishin fshehur. 2 autorët u fshehen në një pikë përballë tregut ushqimor, ku qëduan me breshëri armësh. Hetimet janë përqendruar dhe tek qyerja e pamjeve të kamerave të sigurisë, jo vetëm ditën e ngjarjes, por edhe disa ditë para saj. Nga pamjet ka rezultuar se ato kanë lëvizur me motor për disa ditë pranë vendit ku ndodhi ngjarja, por dhe në zonën e Lundrës. Dyshimet janë se lëvizjet e tyre kanë qenë të qëllimshme për të ruajtur objektivin, por dhe për të studiuar zonën. Burime nga grupi hetimor konfirmojnë se deri më tani janë përfituar të dhëna të rëndësishme dhe se tashmë po bëhet analizimi i provave të mbledhura, po punohet dhe për të përcaktuar se cili ka qenë objektivi real i autorëve, duke qenë se vijojnë dyshimet se ato mund të kenë gabuar shënjestër. Në 17 prill rreth orës 21, një mjet tip G-klas u qëdua me breshëri automatikësh, duke lënë të plagosur 4 persona. Mjeti u ndoq nga ura e Shkozës deri tek tregu ushqimor. Nga 2 persona me motor, të plagosur mbeten Aren Stafa, 34 vjeç, Marko Demiraj, 17 vjeç dhe Dior Demiraj, 11 vjeç. Të rinjt kishin qenë në Shijaku, kishin festuar ditëlindjen e 11 vjeçarit Dior Demiraj. Dyshimet janë se ata nga Shijaku deri në Tiranë janë ndjekur nga një grup tjetër, të cilët më pas kanë lajmëruar 2 personat me motor.